Ngjarje e rëndë tronditi Fierin sot në mëngjes ku një 35 vjeçar vrau 58 vjeçarin Kosta Plaka, plagosi rënd gruan e tij Belere dhe rrëmbeu vajzën e tyre 25 vjeçare Rozalina. Ngjarja ndodhi rreth orës 5 të mëngjesit në banesën e familjes Plaka në vidisht të Roskovecit, ku Ferit Buzi, i njohur dhe me emrin Ertil, shkoi në banesën e ish të dashurës së tij, teksa ajo bashkë me prindërit e saj ishin duke fjetur. Me një armë gjahu në dorë, ai ka kërkuar ish të fejuarës të dalë nga banesa e prindërve për të jetuar me të sërish, por pas refuzimit të saj dhe të prindërve, ka qelluar me armën e gjahut drejt tyre, duke lënë të vdekur në vend 58 vjeçarin Kosta Plaka dhe plagosur gruan e tij Belere Plaka. Më pas ka marrë me forcë ish bashkëjetuesen dhe është larguar me një automjet. Policia e Fierit njoftoi për ngjarjen duke ngritur njëkohësisht post bllogje të shumta për kapjen e tij. Banorët e të afërm të familjes Plaka tregojnë se historia e konfliktit ka nisur disa muaj më parë, kur Rozalina ishte ndarë me Ertilin pas një periudhe bashkëjetese me të në kryeqytet, aty ku vajza studionte për infirmeri. Buzi nuk e ka pranuar ndarjen, duke e kërcënuar me armë ish të dashurën, çka mendohet se e detyroi këtë të fundit të kthehej në fshatin e lindjes, por edhe pas kësaj, ai tentoi ta merrte me forcë nga banesa e prindërve, ngjarje e raportuar në polici për të cilën gjykata e Fierit kishte vendosur masën e sigurisë arrest shtëpie. Ertil Buzi jeton në të njëjtin fshat me familjen Plaka në vidisht të Roskovecit.